Sistemi fëlliqur, Alba pas akuzave për produksionin po largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Mbrëmja e sotme në Big Brother VIP Kosova është shoqëruar me tensione të forta. Pasi banorja Alba Pollozhani ka pasur një konflikt të hapur me produksionin dhe moderatorin e programit, Alaudin Hamitin. Gjithçka nisi pasi Albës ju transmetua një klip që pasqyronte momentet ku, gjatë javës, ajo dhe Benita dyshohet se kanë bullizuar banore më të re të shtëpisë, Eliona Binakaj. Pamjet ndezën me njëherë reagimin e Albës, e cila e kundërshtoi fort mënyrën se si ishte montuar klipi, duke e cilësuar si të padrejtë dhe tendencioz. Pas një debati të ashpër me Alaudinin, gjatë të cilit ajo akuzoi produksionin për manipulim, situata u përshkallëzua edhe më tej. E irrituar dhe me tone të larta, Alba u ngrit në këmbë dhe kërcënoi se do të largohej nga shtëpia. Sistemi fëlliqur, u dëgjua të thoshte ajo, teksa largohej nga zona e diskutimit. Ende nuk dihet nëse Alba do të qëndrojë në program apo nëse do të marrë një vendim final për të larguar. Ngjarja ka ndezur reagime të shumta në rrjetet sociale dhe pritet që produksioni të japë një sqarim gjatë orëve në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.